Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, ka dalë për pak momente nga qelia e tij e paraburgimit për t'u paraqitur në GKKO për të marrë pjesë në seancën paraprake lidhur me hetimin e CS-dias, lobimin e LSI-s në SBA dhe hetimin pasuror. Por seanca u shtyp për datën 5 dhjetor 2025 pasi avokati i dytë i Metës, Gülsen Zhlima, kërkoi të njihet me aktet e dosjes. Do njihet me aktet ju e dini që janë goxha, janë rreth mbi 70.000 faqe dhe do zhvillohet seanca në datën 5. Avokati i tij, Kujtim Cakrani, tha se Meta është i vendosur të jetë i pranishëm në të gjitha seancat e procesit gjyqësor. Ne kemi diskutuar që zoti Meta do jetë çdo seancë për të dëgjuar çdo lloj pretendim dhe çdo japi çdo lloj përgjigje. Avokati shtoi se Meta përpos dëshmisë do të japë edhe dokumente sekrete për 21 janarin. Dhe ne jemi në pritje të një përgjigje nëse zoti Sheu do ta zbardhi nga persona të cilët kanë ndjeni realisht për atë ngjarje. Ka disa dokumenta që janë sekret, edhe sekret shtetëror, po deshët ju. Cakrani foli edhe për planet e Metës për një libër nga qelia. Ndoshta edhe palestra edhe shkrimi që po bën për librin që do nxjerri e ka relaksuar. Ndërkohë, gjykata e lartë rrezoi për herë të katërt kërkesën e Ilir Metës për të rrëzuar masën arrest me burg, duke e lënë në qeli ish presidentin.